Dekor Tropikal është një biznes familjar që ofron një shumë llojshmëri të gjelbrimeve artificiale që në evente të tilla, sikur disa miti Power to HR, i kanë dhënë një gjallëri, një energji të jashtëzakonshme, që kanë fokus kualitetin patjetër dhe diversitetin e klientëve. Për të folur më shumë se si një biznes familjar ka arritur sot në tregun e sotëm të bëhet një kompani lider, e kemi Endrit Azemin, që është menaxher i kompanisë dhe që vjen sot në Power to HR. Si je? Mirë, Jona. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ju dhe për ftesën. Si po të duket Samiti? Organizimi është perfekt. Se diskutuam paraprakisht që po e ndjen një energji shumë të mirë, po të pëlqen shumë. Gjithçka është super, një organizim perfekt i përmosave dhe të organizimeve jashtë Kosovës. Është gjithçka shumë perfekt. Shumë pëlqen. E keni nisë sezonin mbar për mdokët, me pjesëmarrje në evente. Endrit, tregom çka do thot për juve si kompani që të rriteni, të zhvilloheni edhe të merrni në pjesë në evente të tilla. Pjesëmarrja jonë në eventin Power to HR nuk është vetëm pjesëmarrje në një event, po është edhe një mundësi për me reflektu se ne ku jemi si kompani, çka jemi duke bo mirë dhe çka kemi nevojë për përmirësim. Eksperienca që po marrim përmes kompanive tjera që po i takojmë këtu është goxha e vlefshme për ne. Qysh ka nisur rrugtimi i Dekor Tropikal si biznes? Se kur folim paraprakisht, nuk deshëm me konceptu si biznes familjar, sepse është shumë e madhe, ka mbrisur në një kompani gjigante me shumë punonjës, me shumë produkte, edhe me shumë punë. Po gjithçka fillon nga zero, fillon nga pak. Kështu që tregom paraprakisht ju si biznes familjar keni filluar, sot keni mbrit që t'jeni lider në fushën e juaj. Ne normalisht në fillim kemi nisë si një biznes familjar relativisht goxha i vogël. Ndryshimi ai momenti ky është për u kon kur e kemi kuptuar që do të me dalë për komfort zonës, edhe me kriju një strukturë, me kriju role qarta edhe një sistem të punës. Aty ka fillu transformimi ku kena fillu me zgjeru operimet tona, edhe me zgjeru biznesin, edhe në vazhdimsi jemi të punu me zhvillu si kompani. Gjithsesi, ju prap jeni familjarët e ngushtë që udhëheq një kompaninë, pavarësisht edhe punonjësve të tjerë që jeni të angazhuar në departamentet e ndryshme. Cilat janë sfidat më të mëdha që ju si biznes, si kompani keni pas në fillimet e juaja ndoshta në tregun e sotëm? Sfidat kryesore janë mentalitetin, biznes familjar shpeshherë vendimet mirën me emocione. Ajo ka qenë një sfidë me hek vendimarrjen në bazë të emocioneve, me marrë vendimet që janë për të mirën e biznesit, për interesin vendimarrja në biznes ka njerë dhe më kone vështirë, po gjithmonë do të me këshyrë interesin për zhvillimin e kompanisë, edhe ka njerë do të me bo ato që është pak ma e zërshme për i vjetë e vendimet. Po, kur flasim të këto vendimet emocionale që ka njëherë dinë edhe me prish punë, nuk është fjala vetëm për familjarët, por në çfarë do lloji raporti, vendimet e njerëz palë, me lon të pakënaqur palën tjetër kush do të qoftë. Po konkretisht në biznes familjar është shumë e ndihshme kjo pjesë. Hala më e ndihshme ndoshta se në çdo korporat tjetër. Çish keni arrit me i rujt këto marrëdhëniet familjare, po njëkohësisht edhe biznesore. Na prej fillimit prej fillimit e kemi kriju një ambient që në vend punës mu diskutu rreth punës, me u morë vendimet për punë, kërse diskutimet familjare i mbojmë jashtë punës. Se kemi gjetë atë balancin edhe tjetës personale edhe asoj profesionale. Në punë jemi kolegë, në shtëpi jemi familjarë. Edhe ka funksionu deri sot? Jo, po, funksionon se është normalisht fillim është pak më e vështirë, deri të kupton që biznes nuk ka kur gjë personale, është gjithçka rreth punës. Po me kohën normalisht që ajo humbet, ai emocione që mos po album për inoldet. Po brenda një biznesi familjar, kush mirret me këtë pjesën e HR-it, burimeve njerëzore për shembull? Atë kemi normal për pjesën e stafit mirra më shumë unë edhe prindit, po normalisht e kemi një komunikim me këtë stafin shumë të mirë, edhe kalojmë një kohë tepër të mirë me gjithë stafin që kemi. Çfarë sfide jeni përballë kohëve të fundit në tregun e sotëm? Se kemi parë viteve të fundit, sidomos 2 vitet e fundit ngritje të çmimeve, a ka afektu kjo edhe te ju? Normalisht inflacioni ka pas impakt në çdo biznes, edhe tek ne ka pas impakt në rritjen e kosteve të furnizimit. Po ne gjithmonë po mundohemi me gjetë mënyra që për me ik asoj inflacionit, problemet çmimeve, duke mojt një çmim standard edhe fair në treg. Endrit, çka ju ka ndihmu deri sot me u dallu në treg?
Neve fakturët këtë që i kemi pas që na dallon për kompanive tjera kanë qenë konsistenca dhe kualiteti që e kemi. Ne gjithmonë kemi qenë konsistent shërbime ndaj klient, duke u siguru që çdo klient që vjen tek ne, u koni kënaq me produktet edhe shërbimet tona, gjë që na kanë ndihmuar tepër shumë gjatë kohës. Në vazhdimsi e praktikojmë këto dyja se janë mendoj prioritete që çdo biznes duhet mi pas. Për fund, nëse kështë kthy kohën mbrapa, edhe pse je i ri vet, po nëse kështë mujt me kthy kohën mbrapa, çka kështë bu ma ndryshe në hapat tua të parë? Unë menoj që i kisha bo njëtë se dhe gabimet që i këmë bo gjatë rrugës janë një eksperiencë, më ka ndihmu me kuptu çka është gabim edhe çka është mirë në biznes. Unë menoj që gabimet janë mësuesi më i mirë që janë në biznes, edhe eksperienca është që ajo që krijon në të ardhmen që me vepru. Edhe me tregu drejtën s'kisha ndryshu kur gjë se ka qenë gjithçka timse. Në vetë në vendin e vetë. E ndrejt për fund një këshill se puna e bizneseve familjare apo marrëdhënieve familjare në biznes është e paragjykuar edhe është të ndërtuar një ide, një koncept që nuk bën me u përzi puna dhe familja. Po ju jeni një shembull që mundet me funksionu edhe mundet me qenë suksesshme një punë, një biznes, një korporat, një kompani që niset nga bazat e familjes. Çfarë këshille ju kishë dhënë atyre që po mendojnë ose që po hezitojnë, janë skeptik? Do të punojnë me familjen? Do të me dojtë për komfort zonës çdo herë, edhe mos me prit momentin e tur se në biznes do të me fillu me ato çka ki. Pastaj me përmirësu gjatë rrugës me eksperiencë dhe me mund, krijohet gjithçka. Faleminderit shumë. Faleminderit e vërtetë. Ishte glacia.